Ne nuk na vjen një dosje gatshme, është përcaktim i gabuar. Patjetër që kemi bashkëpunim ndërkombëtar, partnerët autoritetet e tjera na përcjellin informacione, dokumentacione që ne kërkojmë, por nuk bëjnë autoritetet e tjera analizë, nuk bëjnë verifikim të provë. I kryen SPAK-u vetë, prokurorët dhe hetuesit. Kështu që nuk mund të mos ja njohim të mërit grupeve hetimore për çështjet që ato kanë ngritur dhe konkretisht çështjet që lidhen me aplikacionet e kriptuara. Është 100% punë hetimore e grupeve të hetimit në SPAK. A ka patur dekonspirime për kapet e personave në kërkim? Nëse prokurori do konstatoj apo ka konstatuar që në rast të caktuar mund të ketë dekonspirim, ka detyrimin të fillojë hetimet dhe të kërkojë personat përgjegjës. Mund të them që po ka patur dhe mund të ketë në hetim procedime konkrete që mund të lidhen me dekonspirimin të hetimeve. Madje në disa raste bashkë me ndjekje penale që prokurorët e thjeshtëve kanë bërë për personat e përfshirë në krim organizuar, jo rastësisht, aty ka ngritur dhe akuzë, ka marrë dhe masë ligjore, edhe ndaj punojësve dhe ish punojësve në struktura